Ne këto zgjedhje garojmë përgatitur, ka edhe mundësi ligjore, edhe financiare, me bo zgjidhja që RTK-s një ndomjetet që me I pagu pagat. Unë nuk pa vendim që thot Zoti Ladrovci nuk është PDK. Ne kemi pas tema tepër të rëndësishme në kryesi, që kanë bëjnë me aktualitetin politik dhe me mobilizimin për zgjedhjet që janë me datën 28 dhjetor. Ne jemi mirë të organizuar si parti, edhe në nivel qendror, edhe në nivel të degëve. Sigurisht se ne këto zgjedhje garojmë përgatitur, me një program të qartë, me prioritetet të qarta, me vizion të qartë, me ekip të mirë, edhe do të jetë një listë reprezentuese me vajza, djem, burra, gra, cilat premtojnë një sukses të plot në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Unë kom qenë disa mandate në Ministrinë e Financave dhe e thamë me siguri të plot që ka edhe mundësi ligjore, edhe financiare me bo zgjidhja që RTK-s një ndomjetet që me I pagu pagat. Tash, a ka vullnet për këtë punë, a dojnë me politizu këtë temë, o çështje tjetër, po mundësia ligjore ekziston. Ramiz Ladrovcin kërkush nuk e ka përjashtu prej PDK-s. Unë nuk pa vendim që thot Zoti Ladrovci nuk është PDK. Nuk ka një diçka tillë mrena PDK-s, prandaj jam I bindur që ne bashkë gjithë do të vazhdojmë edhe të garojmë edhe të maksimalizojmë votën për Partinë Demokratike të Kosovës.